Sot ju kam sjellë një recetë për biskota të shpejta dhe të thjeshta në përgatitje. Si fillim për këtë recetë do na duhen 2 vezë, të cilat janë në temperaturë ambienti. Na duhet 50 gram gjalp i shkrirë, 100 ml vaj lule dielli, 150 gram sheqer. Të vazhdojmë të përziejmë mirë të gjithë përbërësit derisa sheqeri të shkrihet. Pasi kemi përzier mirë, të hedhim gjithashtu dhe 50 ml qumësht. Më pas do t'i hedhim mielin. Për këtë recetë kam përdorur rreth 500 gram miell, të cilin nuk do t'ja hedhim të gjithë një herësh, por pak nga pak. 7 gram pluhur pjekës dhe 7 gram vanilje për t'i dhënë një aromë dhe shije shumë të mirë. Të vazhdojmë ta përziejmë. Do t'i hedhim dhe pjesën e mbetur të miellit dhe më pas do ta punojmë brumin mirë derisa të formohet një brum mesatar, që nuk duhet jetë shumë i fortë, por dhe nuk duhet të ngjisi tek duart. Do të hedhim pak miell tek tavolina punës dhe do të vendosim brumin, të cilin do ta punojmë për disa minuta. Tashmë brumin e kemi punuar mirë, do ta hapim. Peta duhet të ketë trashësi mesatare, nuk duhet të jetë shumë e trashë dhe jo shumë e hollë. Pasi kemi përfunduar me hapjen e petës, do ta presim brumin në forma të rrumbullakta. Unë kam përdorur këtë presën e kuzhinës, mund përdorni gotë nëse nuk e keni. Brumin që tepron do ta marrim përsëri, do ta punojmë dhe do ta hapim përsëri në formë pete dhe do t'i japim format. Biskotat një nga një do të rëndisim në tavë, në të cilën siç e shikoni poshtë kam shtruar letër pjekje. Nëse nuk keni letër pjekje, mund ta lyeni tavën me gjalp ose me vaj sipas dëshirës. Tashmë kemi përfunduar të gjithë brumin dhe në mes, siç e shikoni, unë po i heq një pjesë të brumit. Do të veprojmë në të njëjtën mënyrë me të gjitha të mbeturat. Më pas do t'i lyej me reçel, unë kam përdorur reçel pjeshke, ju mund të përdorni çfarë lloj reçele të dëshironi. Sipër do t'i hedhim kokos. Reçeli bën që kokosi të ngjisë më mirë dhe mos bjerë nga biskotat. Tashmë ja kemi hedhur të gjithave kokosin. Dhe do ta vendosim në furrë të parangror me 180 gradë për rreth 25 minuta. Kjo varet dhe në varësi të furrës, disa furra mund t'i pjekin më shpejt dhe disa të tjera më ngadalë. Tashmë siç e shikoni, biskotat janë pjekur. Para se t'i konsumojmë, do t'i lejmë të ftohen plotësisht. Siç që thash në fillim, është një recetë e thjeshtë në përgatitje dhe dalin shumë të shijshme. Është një ide e lezetshme për shoqëruar kafen ose çajin me familjen, por gjithashtu dhe kur keni mysafirë të papritur në shtëpi. Nëse e provoni në këtë mënyrë, ju bëft mirë. Dhe nëse video ju pëlqeu, mos harroni të bëni like, koment dhe ta ndani atë me miqtë tuaj. Shumë faleminderit që më ndiqni.